Obliqi është bërë qendër e sportit, e zhvillimit ekonomik, i kulturës dhe i të rinjeve, një vend ku punohet për një të ardhme më të mirë për të gjithë. Por me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila kishte marrë përsipër fatin e popullit dhe vendit, si dhe mendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendi ynë Kosova u çlirua. Kjo është një ditë që na kujton sakrificën e popullit tonë për liri dhe pavarësi. Në këtë ditë të shenjtë, me respekt të madh kujtojmë dëshmorët dhe martirët që dhanë jetën për lirinë tonë. Kujtojmë me nder të gjithë burrat dhe gratë e Obliqit që i bashkuan pushkët bashkë me komandantin legjendar Adem Jashari dhe të gjithë luftëtarët për çlirimin e vendit. Por për të sjellë lirinë që ne sot po e gëzojmë. Sot pas 26 vite Obliqi ka ndryshuar shumë, po zhvillohet çdo ditë. Janë ndërtuar sheshe të bukura, porçe të gjelbruara, shkolla e rrugë të reja, qendra kulturore dhe fusha sportive. Obliqi është bërë qendër e sportit, e zhvillimit ekonomik, i kulturës dhe i të rinjeve, një vend ku punohet për një të ardhme më të mirë për të gjithë. Më 14 qershor të vitit 1999, pas më shumë se një shekull robërie, u çlirua komuna jonë e Obliqit. Çdo gjë ishte shkatruar, ishin vrarë shumë njerëz, shumë të tjerë ishin përzënë me dhunë nga shtëpitë e tyre. Por me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila kishte marrë përsipër fatin e popullit dhe vendit, si dhe mendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendi ynë Kosova u çlirua, andaj bashkë me të është çliruar edhe komuna jonë e Obliqit. Vërtet ne si popull kemi shumë festa dhe ditë të veçanta që i shënojmë me kënaqëri, sepse secila prej tyre mbartë historinë dhe domethënien e vet. Por festa e çlirimit është festa kuptim kupol e të gjitha festave, sepse në këtë ditë ëndra jonë shekullore bëhet realitet. Sot jemi krenar që po shënojmë ditën më të lavdishme në historinë e re të popullit shqiptar, ditën e çlirimit të komunës sonë. Si përfaqësues i Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe si qytetar i Obliqit, ndjej kënaqësi dhe nder të veçantë që së bashku me ju po festojmë këtë ditë kaq të rëndësishme për vendin tonë.